Interesi i të rinjve për blegtorin duket se po rritet. Të dhënat e Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural tregojnë se 414 fermerë të rinj kanë aplikuar për mbështetje financiare nga skema kombëtare e bujqësisë për vitin 2026. Sipas AZHBR, aplikimet e fermerëve të rinj janë përqendruar kryesisht në 3 kategori. 223 aplikime ose 54% e totalit janë për blerje kafshësh, 164 aplikime ose 40% janë për makineri bujqësore, ndërsa 27 aplikime ose 6% janë për ndërtimin apo përmirësimin e strehimeve për kafshët. Sipas institucionit, këto investime synojnë forcimin e fermave, rritjen e kapaciteteve prodhuese dhe zhvillimin e një bujqësie më moderne dhe konkurruese. Një nga masat e reja të skemës kombëtare synon pikërisht fermerët e rinj, të cilët mund të përfitojnë grant deri në 10 milion lek, rreth 10.000 euro, kryesisht për investime në sektorin e blegtorisë. Mbështetje e veçantë parashikohet edhe për ndërtimin e staneve, me grant deri në rreth 3 milion lek, ndërsa për pajisje dhe makineri bujqësore mbështetja shkon deri në 500.000 lek. Në këtë kategori përfshihen dhe pajisje si tankerët për ruajtjen e qumshtit dhe të vajit të ullirit. Në total, fondi në dispozicion përmes skemës kombëtare të bujqësisë për vitin 2026 është 2.5 miliard lek. Skema Aktiviti ka sjellë ndryshime krahasuar me 2025-ën, është rritur mbështetja për blegtorin, ndërsa janë përgjysmuar praqet për numrin e kafshëve në fermë për përfitimin e subvencioneve. Shifrat e aplikimeve tregojnë se një pjesë e fermerëve të rinj po e shohin blegtorin dhe investimet në fermë si një mundësi për të ndërtuar aktivitetin e tyre në bujqësi.